Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Çfarë bëhet ditë gjatë? Ditë shumë e lodhshme, ka qenë periudhë e lodhshme, dhe nga që kam një cikël ginekologjie tani edhe jemi atje gjithë kohën, ças shohim, është goxha. Ça nuk shohim, vërtet ça nuk sheh. Është sa artikël i bukur sepse është dhe obstetrika dhe ginekologjia, pra ti shef edhe lindjet e fëmijëve, shef edhe pjesën më të bukur të gjithë eksperiencës tënde si mjek. Por po ashtu është edhe pjesa tjetër e vështirë që aty nuk vinë vetëm për të lindur, por vinë dhe me probleme nga më të ndryshmet dhe ndoshta janë dhe fatale në shumicën e rasteve, normalisht që do lidhesh me pacientin, me situatën, me të gjitha këto. Por është ky cikël ka qenë goxha interesant. Janë të shëndetshme nënat shqiptare në përgjithësi, ose në krahasimisht domethënë me të tjerë, ka shumë nëna, domethënë ose edhe vajza që janë shumë të kujdesshme, sepse di të them që është rritur dhe ndërgjegjësimi, nuk është më si kohën ndoshta para nënave tona, se prapë unë i kam prindrit e ri, po që po flas për një periudhë tjetër që nuk i kishin informacione, ndërsa tani informacioni qarkullon kudo, qarkullon në rrjete, qarkullon sa hap Instagramin ti ke një 10 faqe që të dalin sponsor për nëna shqiptare, si të jesh një mama e mirë, etj, si të kujdesesh për bebin. Janë më të përgjegjshme, kujdesen më shumë, kanë më shumë informacion se sa ta pret mendja. Më bëhet shumë qefi që ka shumë, kështu se domethënë ka rënë ajo pjesa e tabut që nuk flitet për këto gjëra siç ka qenë qemoti, domethënë që jo nuk flitet edhe nuk bëhet domethënë. Kjo më gëzon, se ne si jemi edhe brenda, e kupton, jo vetëm që si jemi në profesion, por nuk si meshkuj e ke parasysh sa vetëm po të kërkosh aktivisht për këto gjëra, vetëm të duash të dish domethënë edhe të bësh atë researchin tënd të vogël, kërkimin tënd të vogël domethënë. Po që sa mund të kuptosh. Kjo është ajo që më pëlqen, që unë kur i shoh aty, shoh që vjen nëna, por vjen bashkë me të shoqin dorë për dorë, edhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse normalisht të dy prindrit duhet kujdesen për atë që do vinë jetë. Përshëndesim baballarët shqiptarë. Më bëhet shumë qefi që i shoqëroni partnerët tuaja. E tregon ndërgjegjësim në shoqërinë tonë, është gjë shumë e mirë. Se kemi ngelur duke thënë shqiptarët prapa mbetur, por shqiptarët po ndërgjegjësohen dita ditës dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ky është specializimi jonë? Jo, ky nuk është specializimi im akoma. Unë do jem një mjeke e përgjithshme në fund të këtij 6 vjeçari. Sa rrugtimi gjatë. Por pastaj do zgjedh një specializim në bazë të disa provimeve që bëhen, në bazë të pikëve, gjitha këto. Të shohim, kam disa alternativa në mendje, siç kam disa alternativa, kam dhe disa mendime tjera që pse jo të se bëj një vit pushim të bëj punë, jo pushim, se pushim nuk është fjala duhur. Po pushim nga akademia. Po, por sepse kur i mendon janë 6 vite të përgjithshme, pastaj 4 specializim, mjekësia është shumë e gjatë, është 10 vite shkollë. Pastaj nuk duhet harruar që specializimi tek ne nuk është se paguhet, edhe ndoshta një vit punë që ti do bësh të jep një farë dimese për më vonë. Pra, pak a shumë përveç se mjek duhet të jesh një llogaritar i papar, edhe për nga ana financiare dhe për të ardhmen dhe për çdo lloj gjëje tjetër duhet të ecësh me lapse letër në dorë. S'ke çfarë bën tjetër. Po ajo është kryqëzim komplet ai. Është një nga arsyet kryesore në fakt që unë nuk kam zgjedhur mjekësinë atëherë. Duhet theksuar fakti që edhe performanca ime nuk më ha mendje se ishte atje ku duhej për të hyrë në mjekësi. Mos u pendo. Nuk di se kam pasur një 9.1, 9.2, I don't know, po e dia që kishte ato gocat të klasës që ishin 10.0, 10.13, çka kanë qenë ato gjërat e frikshme fare, domethënë, po që jo, kjo gjë unë kam pasur shumë qejf, domethënë, gjatë gjithë kohës konsumoj çfarë mund konsumoj njëri normal të dokumentare gjëra, domethënë, jo ndonjë gjë specifike apo të thelluar. Po që vërtet është pikë interesit, po që i trëmbesh shumë goxhaj. Funny fact, edhe kjo që nisa unë domethënë me atë këtë rrugën që mora dhe që erdha këtej domethënë prapë aty të 6 vite, 7 vite më zjati. Por që nuk e dinim atëherë. Po si fillimisht Tea Guri, faleminderit që erdhën në Kulçi Podcast. Më bëhet qefi që pranove ftesën. Falenderoj unë ty për ftesën në fakt, sepse kam ndjekur disa episode përveç atyre që edhe të përmenda
në kohën e protestave ne ndiqnim kë kishte të ftuar ndonjë doktorese, çfarë do lloj interviste që i ishte dhe kishte të ftuar mjek apo student mjekësie ne i ndiqnim. Ishim shumë të vëmendshëm. Por më kanë pëlqyer shumë episode, mënyra se si i trajton është e veçantë edhe ndryshe. Dhe kjo e bën shumë faleminderit. Kjo bën të parrefuzueshme vërtet. Të falenderoj shumë, domethënë unë nëse do kisha këtë dritën e bardhë përballë, do dukesh që isha duke u skuqur pak, domethënë. Thjesht mundohem të trajtoj gjërat në një lloj mënyre, domethënë sa më të thjeshtë. Se unë e konsideroj veten si një rob të thjeshtë, një rob normal që ka një profil të vetin, ka punën e vet dhe në kohën e tij të lirë, domethënë pas një lloj përfitimi bën këtë gjë që po bëj unë këtu. Edhe atëherë normalisht besoj që mund ta them që përkas një, le të themi, grupi ose një përqindje të mërgatës, domethënë që kanë interes të dinë se çfarë bëhet. Andaj kanë interes të jenë pjesë e jetës atje, mbase normalisht jo aq aktivisht, nuk po themi që ne i shohim gjitha problemet ose i përjetojmë gjitha problemet siç i përjetojnë njerëzit që jetojnë aty. Por, domethënë, me aq sa na jepet mundësia, mundohemi domethënë që tek këtu të marrim një informacion të saktë, edhe shumë njerëz të tjerë që njohun mundohen të japin kontributin e tyre, domethënë. Kështu që shpresoj me shpresën e vetme domethënë se mund të arrijmë diçka bashkë, si thuprat e Skënderbeut. Po që kam dashur shumë kohë përpara në fakt të ftoj, por unë kam pasur ca probleme mjekësore vetë me veten time, domethënë edhe tani u riktheva përsëri. Jam mirë, faleminderit. Edhe tani që u riktheva përsëri ishte, domethënë, në top 10-ën e parë dhe nuk ngurova më. Unë jam pak e turshëm, pavarësisht se njerëzit nuk i mbushin mendja sepse flas shumë. Edhe më duhej një bisedë me ty se s'bën, sepse unë nuk e di se si ka ndodhur vërtet, por dashur pa dashur, domethënë Dea Guri, ajo vajza atje, ishte, le të themi, në mos ikona, një ndër ikonat e qytetit e protestës së studentëve, që unë nuk e shoh si gjë negative, përkundrazi është diçka shumë pozitive, sepse 1, 2, 3 individ duhet të jenë gjithmonë si aktivisht të zgjedhur nga grupi, apo në mënyrë pasive thjesht që kjo gjë ndodhi kështu, thjesht kështu erdhën refama domethënë. Edhe është edhe nga pamja artistike, pastaj si Lady Liberty e New Yorkut apo si Gjermania që do të ishte apo këtu. Jo, kam seriozisht. Ajo është shumë. Po është ajo, prandaj po them, unë të komplimentoj që je shumë modeste domethënë, po kjo është pjesa e realitetit. Unë jam i bindur, jam më se i bindur që shumë vajza gjimnaziste apo 9-vjeçare shqiptare, domethënë kur kam parë ty bashkë me shoqërinë tua normalisht, me të njëjtën vlerë, duke ngritur zërin, duke bërtitur, duke folur përpara një megafoni, duke mbajtur një parull, një pankartë, normalisht janë ndërgjegjësuar pak me veten e tyre. Kanë filluar të mendojnë minimumi që jo të gjitha çfarë jep media janë të sakta, jo të gjitha çfarë në rastin më ndryshe pastaj jo të gjitha çfarë thot mamaja apo babai domethënë janë të sakta. Dhe mbase ka studentët që janë të rinj, që nuk janë shumë larg nesh, kot nuk dalin atje. Diçka po ndodh. Kështu që ka Bleona Thani dhe Buçi Podcast edhe të gjithë patreonët e Buçi Podcast që i falenderoj që janë pjesë, por edhe dëgjuesit e mi i falenderoj që e keni bërë atë mbështetje për faktin e parë se ne kemi edhe një farë lloj xhelozie që nuk merrim dot pjesë aktivisht, se ishim secili në punët tona, domethënë duhet të bëjmë diçka. Po ta marrësh ju kishim pra nesh aty, po. Edhe normalisht është një lloj guximi që juve keni ndërmarrë atëherë, të vihesh kundër, le të themi, një qeverie jo të dobët. Absolutisht, vetëm e dobët që nuk është më. Vetëm e dobët nuk është. Jepi Cezarit çaj takon Cezarit. Nuk është më e dobët, madje të flasim realitetin, të jetë në pushtet tani për tretën herë radhazi, pra për tretin mandat radhazi dhe pa asgjë të qartë se çfarë do ndodhi nesër pas nesër në zgjedhjet e 2025-s, unë e shoh pak të pa shpresë rotacionin në këtë pikë. Kështu që kjo është, shiko, ai është mendimi i frikshëm, por para se të kalojmë atje, ishte mendim i padëmshëm, është thjesht një mendim si ideja, jo si
protestuese apo etj. Si ne do mundohemi të japim gjithë forcën tonë, domethënë që mos të jetë aq e errët e ardhmja të ndryshojë diçka. Përsëritja është nëna e mësimit dhe vetëm për efekt përsëritje ose dijes. Shikon? Edhe unë bëj gabim. Absolutisht, ti je shumë në rregull. Ti je shumë në rregull. Po. Do thjesht për një dëgjues, domethënë që dëgjon për të parë, shumë nga për episode të tjera më përpara, domethënë të shkurtimisht ose gjatëmërisht një podcast, nuk kemi as sponsora, as portokallin që na vjen nga mbrapa, kështu që flasim sa duam. Pse nga doli gjithë kjo? Ç'patët ju? Ju ishit në rregull? Ne ishim ose në rregull ishim. Ne në fakt s'kemi qenë asnjëherë në rregull. Ne s'kemi qenë asnjëherë në rregull. Unë nuk e di ta thash. E kam filluar mjekësinë me këmbën e mbar dhe po e mbaroj me këmbën e mbar. E fillova me protestë, po e mbyll me protestë. Në fakt, në momentin që ne e morëm vesh të situatën e re këtë propozimin e ligjit, që do rrim jo po 3 vjet, jo po 5 vjet, jo po në qoftë se ti nuk rri kaq, do paguash kaq, ishin gjitha hipotetike, pra ishin raste që ne thonim okay, s'besojmë të realizohen, kur i dëgjonim, nuk besojmë të realizohen se është budallik. Pastaj na vin mu të këmbët në një takim, në një mbledhje me vitet e fundit, një takim sekret për më tepër, që kjo e bënte edhe më të dyshimt pse po bëhej e tillë, pse takimi kaq sekret. Dhe thonë që, shikoni, ju do rrini 3 vite në atë dhe për 2 arsye specifike. Kjo ishte edhe më e frikshme. Për atë dhe dashuri, pra në qoftë se ju nuk rrini, ju si jeni patriot. Rof partia. Po, fiks kjo. Dhe në qoftë se ju nuk rrini, ju tregoni që s'do I ktheheni taksat popullit. Pra ne do rrini për 2 arsye konkretisht. Për atë dhe dashuri dhe për taksat. Tani, se të bënde për budalla, dakord, pranohet në qoftë se je budalla, por në qoftë se ti si je budalla dhe të bëjmë për budalla, pastaj do kesh një minimumi, do presësh një farë reagimi nga këta të rinj. Patriotizmi nuk futet dot në lojë, sepse të flasim realitetin është diçka që ne s'e kemi thënë kurrë, por pse të mos e them tani, ata vetë fëmijët e tyre e çojnë jashtë. Pra nga I pari tek I fundit. There you go. Fakt. Kështu që ti nuk mund të më thuash mua nuk e do atë dhe unë kur zgjedhja jote e parë është të shkosh jashtë apo të çosh fëmijën tënd jashtë. E para kjo. Dhe nuk mund të më thuash mua nuk e do atë dhe unë kur ti deri në këto momente nuk e investuar gjë më të vogël për atë dhe unë. Për atë dhe unë që ti thua e dua. Dhe nuk mund të më thuash mua ti nuk e do atë dhe unë, në qoftë se unë pranoj me shumë qef të punoj në Shqipëri pasi mbaroj 6 vjeçarin pa më thënë ti, dhe kur e kuptoj se në çfarë katrahure e keni lënë Shqipërinë unë zgjidh tiki. Pra s'po flas idea, po flas si një mjek I përgjithshëm që ikën apo jo. Pra për këtë arsye ti s'mund të më thuash mua je tradhtare. Pse ike? Dhe e dyta, për taksat. Ne jemi taksa pagues që gjithë, në mënyrë direkte apo indirekte. S'mund të më thuash ti mua që ti do I kthesh taksat popullit, sepse unë nuk kam çe kthej popullit. Unë kam çe kthej familjes time, që po ti llogaris, shkojnë më shumë se 20 milion, 30 milion lek, t'ja kthej ti meti dhe ti them, babi, merri sepse më mbaj tek 6 vite shkollë. Pra kështu I bie logjikisht dhe me shtetin, unë do I kthej popullit diçka që s'ma ka dhënë, por prindit tim unë ja kam detyrë t'ja jap, se prindi im më ka mbajt. Shteti në asnjë moment as nuk ka investuar te unë, as nuk ka pagu gjën më të vogël, shtëpisë ma ka pagu shteti, dritat dhe qeras ma ka pagu shteti, libras mi ka pagu shteti. Tani qa supozohet unë më thuaj ti t'i kthej shtetit dhe popullit. Në këtë shpirtin. Duhet të vdesësh domethënë pra. Vetëm gjë që na ngelte ishte shpirti dhe aty duhet t'ja ktheni. Dhe ç'a ndodh? Ne normalisht revoltohemi me njëri tjetrin, ca mesazhe, hapet një grup WhatsApp-i direkt, dhe aty hyn rreth 1025 veta sa pranon një grup WhatsApp-i. Nga të gjitha vitet e studentëve të mjekësisë dhe fillon diskutimi. Ç'a po ndodh? Pse u hap ky grup? Ç'a qarkullon? Ç'a fjalër? Sepse takimi ishte shumë sekret. Shumë sekret. Edhe po të shohësh videot të atëhershme, se u postuan në qershor, mos e gabofsha, ishin video shumë të cunguara si video, dhe nuk e tregonin vërtet mbledhjen si shkoi, ç'a u tha, kush kundërshtoi, sepse kundërshtuan shumë veta, por nuk u nxorën ato pjesë. Nga kjo pastaj ne diskutuam me njëri tjetrin, bëm 3 mbledhje brenda pak ditëve
dhe pritëm një mbledhje tjetër sekrete. Prap sekrete, sepse vjen një mesazh dhe thot, ju thot do takoni me rektorin e universitetit, jo me ministrat. Pra, asnjëherë arsyeja e takimit nuk ishte e qartë. Pra, e kupton sa fshet po mundoheshin ta mbanin, sa të sunguar, sa nuk e di, sikur urtë e but. Po sikur të ishte ndonjë sekret i Vatikanit, domethënë. Ç'a do nxjerrësh nga gjithë kjo? Edhe ne normalisht e morëm vesh, e dinim që takimi nuk do ishte vetëm me rektorin, do ishin dhe ministrët aty, se nuk shkonte ndryshe, propaganda atyre është më e fortë se sa çdo gjë tjetër. Dhe shkuam atje, ishim plot 120-130 vet, ishim goxha në fakt. Ndruam sallë, se nuk na zinte salla që kishim parashikuar për bukurinë e fotove të propagandës. Dhe shkuam në një sallë tjetër. Hyn këto, studentët nuk i lanë të flisnin as 5 minuta. Dhe kemi folur me rrallë nga i pari tek i fundit, të 10-15 veta, aq sa morën mikrofonin normalisht. Po të shohësh pastaj atë ç'a postuan në Facebook, ata ishin vetëm foto, se po të postohej videoja, do ishte shumë kaotike. Pra kishte vetëm kundërshtime, zhurmë, jo zhurmë në sensin bëm sherr, por debat u bë. Pra, dham arsye, argumenta pse nuk shkonte kjo gjëja. Pse unë nuk e pranoj këtë ligjin si student. Na ditë na kërkoi Ogerta, koha ishte ministra shëndetësia Ogerta Manastirliu, tha që hajdeni, tha ju, në një takim të mbyllur, tha ca veta dhe flasim. Tani, në një situatë kur ti nuk më thua që a ke draft as ke draft, në një situatë që ti s'më thua në ke diçka zyrtare, në një situatë që ti fjalën time përdor si të duash, unë nuk mund të vi në një takim të mbyllur. Është taktike vjetra e Cezariane, divide and conquer, e kupton, është. Ajo është madje, ajo është taktika që fitoi në çdo rast, në çdo situatë, por me ne nuk ja dolën, fatmirësisht. Nuk ja dolën dhe nuk pranuam. Të nesërmën bëm protestën tonë të parë, të nesërmën fiks. Ishte një protestë që shumë e vogël në numër, ishte protesta e parë, se nuk e dinim ku po shkonim, nuk kishim asgjë konkrete, kupton, nuk kishim as diçka të shkruar, asgjë. Dolëm, protestuam, dikush foli, dikush bërtiti, thamë ca thirrjet tona ishte anulloni vendimin, zero kompromis, anulloni propozimin ishte aso kohë se ishte vendim. Dhe kështu filloi e gjitha. Pastaj nga protesta në protestë, nga takimi në takim, nga mbledhja në mbledhje, nuk di ti numëroj sa mbledhje janë bërë. Nuk di ti numëroj. Ka qenë situatë. Bravo ju qof për mundin, po përpara se të bëhet të pyetjen që ku jemi dhe ç'po bëhet, duhet të le ta argëtojmë një çik mendimet edhe të qeverisë, por fatkeqësisht duhet të thonë që janë mendimet edhe një pjesë të qytetarëve shqiptar, domethënë siç unë kam vërtetuar edhe me komentet e feedbacket apo mesazhet apo fyerjet edhe sharjet, domethënë në Puçi Podcast edhe në për videot e shkurtra. Ekziston, është fakt. Ne jemi të dy në një profil shkencor, le të themi, dhe faktet janë ato që janë. Ekziston një pjesë që normalisht nuk është e madhe, është e vogël, por është shumë e investuar dhe me shumë zë të lartë që thonë që po shumë mira kanë. Pse do ikin ta? Ku do ikin ta? Ka paguar këtë, nga bëra atë. Ne pa mjek do ngelemi ne kush do na shëroj, ne kush do na mjekoj. Si përafrohet njeriu një njeriu normal, domethënë një qytetari normal, jo një rektori apo ministri apo kokoshit dora vetë etj, domethënë këtyre njerëzve që thonë që shumë mirë e kanë bërë ashtu siç e kanë bërë, se duhet të rinë aty se u zbrazën, se kjo është argumenti më idiot për mendimin tim, domethënë pa dashur të ofendoj njëri, por mendoj vërtet që është idiot, është që mirë ti bëjnë, ti mbajnë aty se po ikin të gjithë. Unë ta thash, ata çojnë vetë, jo vetëm ato që janë në krye, po ti pyet këtë duash, miq besoj ke në Shqipëri njerëz, ke në Shqipëri. Pyet këtë duash, ku do e doje të ardhmen e fëmijës tënd, më thuaj ku të thot. Në të thot në Shqipëri, unë jap qafën. Nuk ka njeri që të thot unë dua që fëmia im të ndërtoj të ardhmen në Shqipëri. Por pastaj ka prej atyre që kur dëgjojnë të tilla situata,
kaq alarmante sa I bënte qeveria në atë moment, tradhtarët e kombit, këta largohen, këta ikin, për të mos harruar për më tepër që ndër breza është krijuar një lloj jo urrëtie, po një lloj qëndrimi tjetër ndaj mjekëve, ndaj bluzave të bardha. Dhe ne e vum re këtë gjë në periudhën e protestave. E vum re se si në të vërtetë ose çfarë figure ka mjeku në të vërtetë në popull. Pra, ndoshta mjeku portretizohet si një njeri që do të ketë pushtet, si një njeri që I duket vetja më I zgjuar se tjerët, si një njeri që unë kam bërë 6 vite shkollë, 10 vite dhe unë jam më I ditur se ju, dhe populli ndoshta në një subkonsciencë e urren këtë gjë dhe ka një mlef. Nga krahu tjetër thonë që janë më të korruptuar mjekët. Pra, shtrojnë disa arsye të çuditshme, pra nga çka kemi dëgjuar ndër njerëz, sepse urrehet figura e mjekut, dhe në këtë rast urrehej dhe studenti I mjekësisë. Pra urreheshim dhe ne. Si thot ajo, e haj njomi për that, ashtu ishim dhe ne në situatë. Me të thatin digjet dhe njomi është në qëfëse, po. E në Shkodër e kthejmë ndryshe. Por, dua të them këtë që në fakt nuk kishim se na urrenin ne, që ishim mosha nga 18, e fillojmë kështu nga viti I parë, deri në moshën 24, sa jam unë sot, viti I 6, nuk kishim se të na urrenin ne, apo dhe breza pak para nesh, apo dhe shumë para nesh, sepse ne akoma se kemi provuar as tregun e punës, as mënyrën se si populli thot merr këtë se po të shpërblej, pra populli kur e nxjerrat 5.000 lekë, 10.000 lekë portokalli, kile mandarina, nuk e di tani se ne kemi familjar vetë, si jemi vetëm jetë, e quajnë si mënyrë shpërblimi, e quajnë si mënyrë dhurate, dhe nga krahu tjetër ta zënë në fyt duke thënë ti je I korruptuar. Tani, hajde gjejmë fajtorin. Hajde gjejmë fajtorin. Ta argëtojmë pak të pjesën se kjo ka disa gjëra për të thënë. Për në lidhje me protestën e studentëve dhe unë jam 100% me ty, domethënë me studentët që ky argument nuk vlen. E zerojmë komplet. Nuk ka lidhje fare. Pikërisht. Por hajde të flasim shkurtimisht, domethënë pa zgjatur fare për situatën e mjekësisë në Shqipëri. Unë mendoj që mënyra më e mirë është do bëjmë paralizëm mjekësor tash, domethënë, që në qoftë se do ta shërosh individin, do të bësh diagnozën, fillim, ku qëndron problemi. Edhe nuk po flasim fare për studentët, por flasim për mjekët që janë tashmë në treg etj. Po. Tani diagnoza e sistemit e para fare është sistemi I keq. Që e ka implementuar shteti, që shteti e ka lënë të lulëzoj, edhe që shteti përfiton nga I lloj sistemi, sepse në mënyrë të tillë, kur ti e ke krijuar një lloj sistemi ku personat mund të jenë të korruptueshëm, e theksoj, mund. Po. Atëherë këta persona janë të manipulueshëm nesër pas nesër për votën që do t'i japin, sepse këtë pozicion ata mund të shkon zinxhir. Por unë mendoj që ne Dea dhe Bleoni, nëse ne e themi që ne jemi më mirë se ata çka janë, që unë besoj që ne jemi më mirë, duhet të pranojmë faktin, domethënë që në një përqindje sa do të vogël, qoftë kjo 1, qoftë kjo 50%, unë nuk e di, nuk e kam kapacitetin intelektual, as nuk kam bërë kërkim të di se sa përqindje është vërtet. Ekziston fatkeqësisht në Shqipëri një përqindje e caktuar, që mund të definohet nga personat e tjerë, e mjekëve që pikërisht këto frikat, domethënë që normalisht pastaj kalojnë në hiperbola, zmadhime, edhe te kalojnë pastaj domethënë degradohen në ofendime dhe mbase edhe urrëtie siç I di e përmendë. E përdorin atë lloj le të themi pozicioni. Po. Jo domosdoshmërisht gjithmonë për pushtet, por le të themi për të pasuruar. Edhe kjo jo detyrimisht funksionon me pjesën e qytetarëve të rinj, domethënë 40 e poshtë, por funksionon shumë mirë me ata që janë e sipër. Po, e vërtetë. Vlen në të njëjtën kohë për të theksuar edhe diçka që si në gjithë moshën e prindit të mi, mbas edhe prindit e mi bashkë me ata, kanë një farë lloje rezistence ndaj të rezistuarit vetë si individ, domethënë. Është e institucionalizuar po edhe personalizuar fakti në Shqipëri që njerëzit nuk e kanë durim të presin radhën, njerëzit nuk e kanë durim të presin të mbarojë puna shpejt, njerëzit do të dërgojnë telefonon një mik, zgjidhen në mënyrën tënde. Filanin. Jo vetëm në mjekësi, ekziston kudo, është tani është mënyrë jetese. Është kudo. Është kudo. Domethënë, edhe lidhje me mjekësinë, domethënë unë kam vënë re që pavarësisht gjitha aferave korruptive që mund të ndodhin,
një pjesë e madhe, domethënë është thjesht se nuk e presin dot radhën. Nuk arrin të kuptoj faktin që dikush tjetër mund të jetë duke vdekur atje, domethënë, dhe prandaj ti që je ku dëgjon me apandesi do presesh edhe pak se nuk je akoma atje apo diçka tjetër, se nuk mund të ajo vlerësohet pastaj po ti hyn pa, ty hyn sipas edhe kodeve të urgjencës, është tjetër muhabet, por që as unë nuk e di dhe jam i bindur që 99% e shqiptarëve nuk e dinë. Domethënë, nga që nuk i din, të vjen me një dhimbje koke Bleone dhe të thotë unë po vdes. Tani me një dhimbje koke, po ai tjetri ndoshta është në gjendje kritike dhe për pak minuta duhet të ndryhesh dhe nuk mund dhe vjen duke bërtit ai personi që ka vetëm një dhimbje koke, vjen duke bërtit bashkë me familjarët. Un kam parë raste potere në urgjencë, prandaj them jo nganjëherë, por në shumicën e rasteve i bëjnë më alarmante se që janë gjërat dhe urrejnë mjekun më shumë se sa duhet ose urrejnë për arsye të kota. Ajo është edhe çështje humanizmi. Njeriu është i thjeshtë, nuk është shumë i komplikuar në këtë pjesë, domethënë normalisht një njeri mesatar dëshiron ta shkarkojë diku, edhe pse kjo është shumë e gabuar, sidomos në këtë rast është jashtëzakonisht e gabuar sepse ti thjesht i shton presionin dhe stresin atij personi që në fakt do të shërojë ty, domethënë është kontraproduktive. Prandaj bëra dy raste se të thot kam ardhur me një dhimbje koke tani. Neve na dhëm koka ditë për ditë, nuk e di për ty, por unë sapo vij në shtëpi ka raste që edhe unë them do ikin në urgjencë të shoh se çka kam, se më dhëm koka apo kam një lodhje trupore, se normalisht lodhesh ditën. Dhe tani ti të krahasosh me një rast që mund të jetë shumë urgjent, por aq është hapësira në spital dhe në urgjencë. Tani këdo marrën parasysh, atë që e kam në momentet më kritike të mundshme, se s'po flas me terma mjekësore apo dikë tjetër që ndoshta e di shumë mirë që mund të presi edhe pak. Unë s'po them do presi një ditë, po do presi dhe pak. Tani ato janë mundësitë, aty aq mundësi dhe hapësirë ke. Ato nuk e kanë në dorë mjeku sa hapësirë ke në spital apo jo. E the shumë bukur të. Aq janë mundësitë, domethënë. Po. Sepse kur bëhet fjala për pagat e mjekëve, domethënë, to që është shumë mirë të punojë shumë lek marrin më shumë lek nga të gjitha. Kaq i ka mundësitë, ky shtet jemi ne, kaq mundësi ka. Domethënë, kurse kur vjen puna te mundësitë, shërbimi janë gjithmonë që po pse tu doriun, pra kam një orë këtu. Edhe në urgjencën gjermane është koha e pritjes për një problem normal, le të themi është diku te 3-4 orë. Po. Rëndomt. Nuk ka shanse të presi shqiptari 3-4 orë. Të lutem shumë tani, mos na krahaso me gjermanët në shqiptar. Të lutem shumë, sepse këtu ofendohem. Jemi përpara këtyre. Tu ofendohem tani të presi shqiptari 3-4 orë është e tepërt. Ai të thotë shumëzon 3-4 për 12 orë edhe të thotë kam këtu kaq orë sa pres. Edhe ti thotë somore me mua. Unë e shkreta ndoshta. Kam që kam ardhur. Po, unë shkreta s'po them unë për veten, as një moment nuk i referohem vetes, i referohem atyre mjekëve që punojnë pa lodhur, dhe unë e di shumë mirë sa punojnë dhe realisht u them një bravo të madhe, nuk e them dot për veten akoma, jam studente, por sa lodhen dhe sa presion psikologjik ka nuk e ke iden. Kam qenë aty, e kam dëshmuar me sytë e mi, kam dëshmuar dhe sherrë që krijohen dhe kam thënë bravo u qoftë. Dhe në fund fare disa shpërblehen aq pak sa më mirë tiknin me natë, merrnin valixhet dhe tiknin nga Shqipëria. Prandaj jo se i mbroj, unë nuk mbroj në asnjë moment korrupsionin, në asnjë moment padrejtësinë, në asnjë moment ndoshta populli ka të drejtën e vet, ka raste që realisht duhet dënuar. Shikoj, populli nuk ekziston, është gjë abstrakte fare. Janë thjesht individ me interesa të tyre personale, e ke parasysh janë gjëra të tilla. Unë prandaj thjesht e përmenda si arsye dhe doja ta përmbyllja me faktin që ka njerëz të korruptuar, ka njerëz të Ka pra, atë po them dhe unë, ke pafund. Por s'mund t'i përgjigjesh, nuk mund t'i përgjigjesh ti. Të thuash filani mua mori kaq, edhe ti ashtu do jesh. Mua më kanë thënë një shprehje që unë nuk e harroj kurrë. Ti nuk do jesh mjeke e mirë, ose një tjetër që më mallkoi dhe tha ti mos u bëfsh mjeke kurrë, mos pafsh një ditë. Sepse unë më shikonin aty me megafon edhe me përparse. Çfarë perle. Ajo ka qenë perla e perlave në fakt. Ka qenë ajo periudha kur merrte i mat në telefon çapo ndodh, nga krahu tjetër merrja këto mesazhe të kërcënuese dhe mesazhe mallkuese dhe ofenduese. Dhe thoja, e kuptoni tani ku ka rënë mentaliteti, pra unë luftoj këtej për drejtat e mia si studente dhe këtej më thon mos pafsh një ditë të bardhë dhe mos u bësh kurrë mjeke, se s'do jesh mjeke e mirë. Edhe ju thaf dora atij që t'jep licencën, ju thaf dora atij që t'jep diplomën. Që më fal që po qes se janë shumë patetike, domethënë nga ana e tyre, unë nuk kuptoj që për juve do ketë qenë shumë e rëndë, domethënë sidomos po ta dëgjosh live diçka të tillë, dhe unë do isha traumatizuar. Minimalisht apo shumë nuk e di. Domethënë po normalisht, po që tani që i shikon nga pas, domethënë kur i shikon si syri i tretë, domethënë është shumë patetike. Jo, tani mua më vjen për qesh, mua dhe akoma më vjen për qeshur dhe ato kohë, por ndoshta nga që kam qenë dhe më ngarkuar, thoja
po luftoj për diçka të drejtë, për diçka time që më takon si studente, se këtë e ngatroni njerëzit, si studente, akoma s'kam dalë në punë si mjeke dhe shiko ç'a më detyrojnë të bëj. Pra, më detyrojnë të mërzitem kot, të stresohem kot, dhe të ishte dikush tjetër, ndoshta nuk do përballonte aq mirë, por falenderoj Zotin që jam kjo që jam, falenderoj dhe familjen dhe shoqërinë që kisha dhe kolegët. Negativat pastaj se ja rasti konkret ka thënë Arkimedi, e kupton? Janë çuditëra shqiptare, janë spektakolare. Ne madje do mund të hapnin diçka mos e beso po desha në atë periudhë dhe thjesht të postonin biseda apo mesazhe që na dërgonin, edhe me vërtet ishin mos e beso po desha, se ishin mesazhe ekstreme. Më bën shumë çudi se unë shiko për supaxhitë dhe suflagjixhitë, më thënë që kanë atë gjë të kuptoj që mund të dërgojnë gjëra të tilla, po më amendje që mesin e tyre do jetë njerëz thjesht normal, domethënë që thjesht ashtu kanë kokolla. Njerëz të shkolluar dhe mua kjo më habiste, sepse ndoshta edhe njerëz që unë mund t'i njoh, s'po them vetëm njerëz pa njohur, njerëz që ishin me shkollë, njerëz që ishin me i farbot kuptimi, të thonte që mos pafshin ditë të bardhë ose u thaf dorë atij që t'jep diplomën, sepse ti po lufton për diçka kundër popullit, je kundër Shqipërisë, je anti-shqiptare. Unë nuk mund të jem anti-shqiptare sepse po luftoj për një të drejtë timen si studente dhe për më tepër, unë e di shumë mirë që sistemi arsimor këtu ka dështuar. Ti zotri që ke dhënë atë mesazhin të disht nga Bleon Hasani që je pler, po e kalojmë gjithsesi. Dea, ku jemi? Ku jemi për momentin, domethënë sepse kanë ndodhur këto gjëra tash, po fillojnë, po erdhën votimet, kanë ndodhur skandale, incineratori, po ne jemi gjëkunde, ku jemi? Macia, Luani, domethënë dhe se ata e kanë afësi spektakolare, domethënë që ata me nder muhabeti të kërkojnë ndjes, por e lajnë mutin me shuri, thonë në disa vende në Shqip, domethënë, edhe për çdo gjë të madhe që ngel del diçka akoma më spektakolare, kështu Big Brother fare, domethënë që e heq vëmendjen. Jo, madje Big Brotheri është më e bukur se Big Brotheri mbulon skandalet e këtyre dhe populli kënaqet tani me Big Brotherin, kështu që kanë harruar populli se në çfarë gjendje skandaloze jemi. Populli e ka harruar, kështu që ti kur thua Big Brother fare, thjesht kujtoj që në të marta dhe të shtunë Big Brotheri bazohet te këta. Po, në të marta dhe të shtunë popullin e ke para ekranit, populli harron çfarë po ndodh, populli harron çfarë rëndësi e ka, sa i vlen vota, etj, thjesht mendon që ajo vota që dërgon në telefon për Big Brotherin është më e rëndësishme se sa ajo vota tjetër. Po, buke cirk ka thënë Eroni, kupton? Jepi buk, jepi Koloseun edhe nuk ngrihet njëri për atë. Unë do të pyesja domethënë që me që ka ndodhur kaq shumë gjëra dhe vëmendja normalisht është kanalizuar diku tjetër, do të pyesja që me të gjitha ato gjëra që u bën, me të gjitha protestat, me të gjitha britmat e tjerë, edhe takime, ku jemi në momentin? Çfarë ka ndodhur me këtë ligj? Me këtë ligj, ne e kuptuam, ti besoj je në djeni, shkoj në gjykatë kushtetuese ligji. Po. Shkoj në gjykatë kushtetuese dhe u pezullua, dhe ato me të drejtën e tyre thanë pse pezulluat ligjin, i thanë gjykatës, edhe sollën në seancën e parë një tani kundër përgjigje sipas tyre, që ligji nuk duhet pezullohet, duhet direkt të hynte në fuqi sepse këta ishin vonë me veprimin e ligjit. Ndërkohë, si për tu tallur, në fakt ligji duhet ishte zbatuar që por ata kishin harruar komplet, e kishin lënë bazdore, mjafton ta fusin fuqi edhe kismet kur t'i vinte koha. Pra ato vete kishin lënë bazdore ligjin dhe i thonin gjykatës pse pezullove se jemi vonë. Gjykata nuk ja pranoi kërkesën, mbajti në fuqi pezullimin e ligjit, pastaj nga janari e nxjerr një farë vendimi që thot anullohet pjesërisht ose shfuqizohet pjesërisht. Që do thot sipas gjykatës, 5 vitet për vitin e parë, 3 vitet apo 2 vitet ishin shumë, ishin masë ashpër. Pra nuk mund të mbashti këta student për kaq vite, por duke marrë shembull nga vende të tjera, që në fakt nga biseda me avokatin, me 2 avokatët tanë, edhe me avokatë të tjerë, me njerëz të tjerë, na thonë që një ligj i tillë nuk ekziston gjykundi. Sa të pyesja edhe unë, cilat vende të tjera Moramani? Një ligj i tillë nuk ekziston. Po, vende të tjera kanë trajnime. I çojnë studentët e tyre me trajnime me praktika, kanë mënyra të tjera se si e mësojnë këtë student apo rezident më vonë të mjekësisë, pra kur futesh në një farë specializimi, por në asnjë moment nuk ka një ligj kaq diktatorial dhe arbitrar. Pra unë të çoj ku të dua, në të kundërt më paguan ti sa dua unë.
por e justifikojnë me faktin që në fakt kjo pagesa ose ky sanksioni që nga vlera normale ose kostoja totale që harxhoka për ne, për individ, për student. Kalon kjo pjesë. Gjykata thot, ju thot qëllimin e keni në rregull. Pra, ligji është në rregull sepse synoni të paraprini një emergjencë bazuar në nenin kaq e aq, por në fakt ne nuk kemi një gjendje emergjente. Pra, kemi disa pika që mua nuk më takojnë ligjërisë, se nuk jam avokate, por avokati i di më mirë dhe po përgatitet për më tej, sepse çështja mund të shkojë edhe në Strasburg dhe këto pika bien në kontradikt me njëra tjetrën. Absolutisht nuk jam askush të them që gjykata nuk ka të drejtë. Por jam ajo që kam luftuar bashkë me studentët e tjerë deri në këtë pikë duke thënë që nuk pranoj qoftë edhe një ditë punë të detyruar. Po sepse kemi ecur si civilizim larg punës së detyruar. Unë mendoja se ishte mbyllur ai kapitulli i historisë. Jo, ne se kemi mbyll asnjëherë. Ne jemi akoma aty. Dhe po thoja që këta thanë është masa ashpër, ne i lëm kohë 3 muaj qeverisë të ndryshoj ligjin, që do thot me pak fjalë, ta shkurtojnë nga 5 vite në 2 vite, por pra gjysma viteve të studimit, që do thot do jetë o 2 vite, o 3 vite, ose edhe më pak, që studenti të rri, mjeku i përgjithshëm të rri në Shqipëri dhe të punoj. Tani, pyetja qëndron, sepse ky ishte vendimi i gjykatës kushtetuese dhe nuk ke pse merresh më me këtë pjesë. Tani pyetja qëndron, çfarë po bën qeveria këto ditë? A do pyesin në një moment studentët çfarë do bëjnë? A do bëjnë në far bisedimesh? A do mendoj për një ligj të ri? Çfarë do bëj? Asgjë, asnjë fjalë, pra ma ta ngardhit asgjë re. Zero. Asnjë lloj informacioni. Çfarë na ndodh ne? Momentin që del vendimi, na vjen një shkresë dhe një informacion që ju do paguani pra pagat vjetore, do ishte, për këtë vit do ishte o 2.5 milion lek, ose do ishte tarifa vjetër. Ne jemi rikthyer tarifës vjetër. Pra, me të dhënat... Sa është tarifa vjetër që ose mund të pyes? 400.000 lek, 450.000 lek, 45.000 lek të reja, ose në qoftë se ke mesataren e mirë, paguan gjysmën, pastaj në qoftë se je me ndihmë ekonomike apo me bursë, do marrësh nuk paguan gjë dhe merr bursën. Pra janë 3 opsione. Tani ideja është, në qoftë se ne ju rikthyem skemës së vjetër, çfarë do ndodhi me skemën e re? Kur do futet ky ligj dhe çfarë do bëhet me këtë ligj? A do bëhen bisedim apo do kalojë edhe një herë fshehur azi? Janë gjëra që në fakt na ngrenë shumë pikë pyetje, por nuk ka asnjë lloj lajmi. Ne i kemi kërkuar dhe në deklarata që kemi dhënë para disa kohësh kemi kërkuar që të paktën të ketë bisedime. Tani të shohim. Asgjë të re nuk ka. Të shtoj diçka për dëgjuesit, se jo më kohë të pyeta se sa është tarifa vjetore. Rroga mesatare në Shqipëri sa e kanë deklaruar ata? Marrim shifrat e atyre, edhe pse s'janë vërteta. Ato deklarojnë që të paktën rroga mesatare ka 400 euro, kështu që Okej, 400 euro. Por pritet të lutem për dëgjuesin, po ashtu pritet që rroga mesatare brenda këtij vit të kapi 900 euro, kështu që Pikërisht. Edhe unë po bëj Google 2 gjëra të vogla. Domethënë, për të krahasuar me shtetet e tjera në Europë, se sa paguajnë shqiptarët, domethënë sa paguajnë studentët. Ka vende që rroga mesatare bruto përpara taksës në Gjermani është 4100 euro. 4100 euro nëse ti ke një sigurim shëndetësor, le të themi, shtetëror. Është fjala vetë diku tek neto nga 4100 euro, le të themi plus minus 2600 euro. Është rroga mesatare neto pas taksave, pas të gjitha gjërave që paguan individi me sigurime, me pensione etj. Po ka shumë se në Shqipëri. 2600 euro, domethënë, në merr një gjerman mesatar në muaj, neto në xhepin e tij dhe pastaj fillon edhe jeton jetën. Po sa ngjashmëri pas kemi? Unë se di, se ngjanim nga shumë me gjerman. Një student gjerman, student mjekësie gjerman, po marr rastin që bëra Google tashi gjatë kohës ku ishe duke folur, në Universitetin e Charites, që është universiteti, është spitali universitar, domethënë në Berlin, një nga më të njohurit në gjithë Gjermaninë, por edhe më tej, paguan në semestër
në semestër 315 euro. Pra, 315 euro që i bie 630 euro në vit. E kisha këtë informacion. Po. Në këtë përfshihet diku te 185 euro është thjesht karta e studentit për transportin publik që i paguhet BVG-s, që është institucioni për ato, ose dhe Deutsche Bahn, domethënë që merren me ato gjëra, kështu që ku është standard? Shkon, e shikon ku është standardi? Do ta shpjegoj me moll fare, domethënë që mos ketë më diskutim fare pas këtij episodi. Nëse ti e aplikon heqjen e kësaj, domethënë sepse vetëm me bicikletë në shkollë valla, ku dëgjon, vetëm me taksi apo vetëm me makinë, domethënë është hiqet ajo, zbritet edhe paguan më pak se sa 200 euro, që bie më pak se sa 400 euro në të gjithë vitin. Tani, këta që janë kaq përpara, që po na marrin edhe po na vjedhin të gjithë mjekët, domethënë, edhe pse këtu është pothuajse falas i gjithë studentë. Budallënj janë këta. Ata janë budallënj. Ata janë budallënj. Populli më i zgjuar. Populli më i zgjuar ose qeveria më e zgjuar, diçka të sqaroj. Unë nuk kam nuk kam luftuar kundër qeverisë. Pra nuk kam luftuar të rrëzoj sistemin, se nuk e rrëzoja dot bashkë me kolegët e mi sistemin. Ne luftuam të shkretët për një ligj. Pastaj pjesa tjetër e ftuam popullin ne, po. Dhe doja thoja këtë që në gjithë lëmë shju kryua, shqiptarët thanë, ne kemi të drejtën e botës, sepse arsimin madje ju e keni pothuajse falas. Tani ma shpjego ti këtë mua. Ti më thuaj që gjermanët e paskën pothuajse falas arsimin, ndërkohë që qeveria jonë thoshte po ju e keni pothuajse falas. Gjermanët janë budallënj, tham. Pra, këtë nuk kuptoj unë. Në qoftë se ata mesatarën e rrogave kanë 2600 euro, ndërkohë që paguajnë në një nivel se krahason dot se për ata nuk është asgjë kur e mendon, pra heqin dhe një farë shpenzimesh dhe tarifa është e papërfillshme për rroga që merr, është si të paguaj unë tani 30 euro po e marr kështu 30 euro për semestër, apo jo? Po e bëjmë një krahasim shumë pa bërë llogari. Dhe në qoftë se unë paguaj një tarif, po flas për studentin që e paguan të plot, një tarif të barabartë me rrogën mesatare, që nuk besoj se prindrit e shumicës prej tyre e kanë rrogat aq të larta dhe janë të gjithë në gjendje të mirë, se Shqipëria nuk është vend i pasur. Shqipëria është një vend në zhvillim e sipër, për mos thënë botë e tretë. Apo e kam gabim. Pra Shqipëria ka nevojë për një lloj stimulimi, ka nevojë. Shqipëria është shumë brapa, Shqipëria ka nevojë për shumë gjëra, po thjesht duhet ja bëj qartë njerëzve që dëgjojnë, shikues të dashur, nëse njihni dikë që ka këtë lloj mendimesh, duhet të kuptoni faktin që familje mesatare gjermane, domethënë paguan më pak se 1/3, paguan 20 deri 25% të rrogës së një prindi, e theksojmë, një prindi për një semestër, domethënë apo për vitin, kurse një student shqiptar paguan 100% të rrogës mesatare të një prindi, domethënë ky është është mbi 4 fishin. Për mos të hyrë faktit pasaj se çfarë cilësie mësimdhënie dhe çfarë cilësie praktike është. Njëri prind të paguan tarifën dhe prindi tjetër të paguan qira nëse i kanë të dy prindrit në punë. Se qira këtu kanë shku nga 450 euro në 500 euro. Pra këto tarifa lëkunden tani për qirat. Kështu që babi i kërkon tarifën dhe mami i kërkon qiran. Kështu i bie. Ideja që do hanë ata, po që i kërkojnë. Po pastaj ti mendo prindër që kanë nga 2 fëmijë në shkollë, kanë nga 3 fëmijë në shkollë, si i mbajnë realisht është për t'i qarë hallin këtij vendi dhe këtij populli dhe pikës ku kemi rënë. Këtë diskutonim ne, ndoshta jo kaq hapur nëpër intervista se kanë qenë më formale, por është për t'i qarë hallin nga i pari tek i fundit. Ke njerëz që vuajnë për bukën e gojës dhe prap i shkollojnë fëmijët e tyre dhe unë ju them bravo ju qoftë, shoh vajza të reja që punojnë shumë, bëjnë nga 2 punë, shoh djem të ri që punojnë sa kamarier, punojnë në delivery, pra bëjnë punë të ndryshme për të nxjerrë lekun e tyre dhe bukën e gojës, qiran, tarifat, librat, shpenzimet e veta, sepse kur je i ri ke shpenzime, ke shumë shpenzime, jo pak shpenzime. Dhe unë u them bravo u qoftë. Bravo u qoftë. Japin krah prindërve, por në asnjë moment nuk dalin tepër me ato lekë që fitojnë. Për herë kanë nevojë për një punë tjetër, për herë shohin si të bëjnë lekun apo ta ndihmojnë veten dhe familjen. Pra,
shoh një rini të plakur para kohë dhe prindër të merakosur për fëmijët në maksimum për të ardhmen e fëmijëve. Dhe këta prindër janë pastaj ata që i thon fëmijëve ikni nga këtu. Pra po këta prindër, ndoshta edhe ndër ata persona që na kanë thënë ne ju jeni tradhtar, janë po ato prindër që u thon fëmijëve vet ikni, largohuni. Por në rastin tonë ne ishim tradhtarët dhe ne ishim të këqinj sepse ne po lëm popullin të vdesi. Është një fatkeqësi shumë e madhe, prandaj domethënë u mundova të jepja disa paralelizma, domethënë se nuk është domethënë thellësisht e pakrahasimueshme. Pakrahasueshme, sorry. S'ka problem. Të paguash minimumi 1/4, ose maksimumi 1/4, por edhe më pak. Marrësh një shërbim jashtëzakonisht shumë të mirë. Gjithë studentët që kanë studiuar këtu kanë studiuar me kushte shumë të mira. Absolutisht. Praktika, me leksione, me të gjitha. E dini që një student gjerman nuk ble asnjë libër nëse nuk ka dëshirë. Janë gjitha skript që të vjen si PDF format që mund ta printosh nëse do, por nuk u deshe bli një iPad aty ku dëgjon 300-400 euro dhe e mbyll komplet e ke aty gjithë për gjithë vitin shkollor se harronaj, nuk janë aq të këqij domethënë. Kështu që edhe on top of this, domethënë për studentët pastaj ka dhe ulje dhe gjëra, nëse ti të duan gjëra, domethënë normalisht çdo gjë është më pak për ty nëse ti mund ta vërtetosh që je student etj. Po edhe për ne ka ulje në bileta kinemaje. Po, do të jeni konsumator shumë të mirë. Do të jeni shumë konsumator të mirë të varur. E kupton ku shkon logjika. Un kam zbritje të shkoj të marr një bilet kinemaje, un kam zbritje, po për këto ndihmesa të tjera që janë në cilësinë e arsimit apo më ndihmojnë mua si student, absolutisht jo. Se nuk kam ndonjë skonto kur marr një shpime qera, pse nuk më jep shteti një farë ndihme, apo të më mbulonte shteti shpenzimet e mia, un jam e para që do i thoja punoj ku duash ti. Jam e para, 10 vite punoj ku duash ti. Po shtetit më thot mua unë të marrë robëresh ty dhe të punosh ti ku dua unë. Kjo s'më bën sens mua. Kjo s'na bën sens asnjërit. Kjo tani, pra, dhe ti paguaj, mbaj veten, shtrydhe familjen tënde, se këtë po bëjmë ne, praktikisht për 6 vite këtë kemi bërë. Dhe në fund më thua, tani ti mos harro ke ato taksat, ato 200 lekëshin që ka pagu populli, por ka pagu dhe prindi jot, do ja kthesh? Tani është nëna parti. Tani këtë nuk më lidhet, është diçka që pse po ndodh. Çfarë do bësh? Jemi çik merhuma vetë ne, kupton se nuk e kemi këtë, unë e vë, nuk e kursej gojën fare në këtë pjesë, domethënë. Është shumë e qartë që na ka humbur shpirti i sakrificës. Kemi frikë të dalim. Disa për interesa imediate, disa thjesht nuk e di, e kanë kështu si tip psikologjie, domethënë që nuk i bëjnë këto gjëra. Edhe ankohesh pastaj. Ankohesh gjithkohë, se po ndodhi kjo ndodhi ajo. Vllai dashur, Gjermania kur e bëri Gjermanin, nuk e bëri duke pirë kafe dhe thonë, do iki çivatam, nuk rrihet, do iki. Do iki. Nuk u bëhet asnjëherë asnjë gjë. Unë nuk po them tash e kupton që unë po jap shpirtin domethënë edhe pse u tjerë të vënë. Aspa, ka lidhje fare me atë lloj gjëje. Por në qoftë se një prind yt është i lidhur nga një interes apo diçka tjetër, domethënë, kjo jo detyrimisht të vendosur në atë vend. Edhe në qoftë se pastaj vërtet e ke në mendje që të ndryshosh diçka, domethënë, dhe vërtet që do të ndryshosh diçka, do të jesh pjesë e kësaj, mjafton vetëm ajo. Se shikon, siç e thetim përpara, siç e kemi bërë ne, fillon çdo gjë nga një grup WhatsApp. Hape, fol me njërin. Një grup. Do fliste për Luizin apo çfarë janë ata Luizrat e tjerë që kanë dalë tash? Po. Ata bën protestën për Luizin tani. Tipo na krahason me potencial. Mbajeni Luizin. Thjesht e kupton, nëse do të diskutoni një orë për Luizin, domethënë, hapni 10 minuta. Herën e parë, herën e dytë 15, herën e dytë 20, edhe kur hyn krimbi pastaj fillon të ndizen vetë gjërat. Po dikur duhet filloj. Dikush duhet ta filloj. Jeni të agravuar më vëllai. Unë po them që s'ka asnjëri as probleme. Të gjithë keni probleme, po si kuptoj si mund ta lejoj njeriu veten domethënë që aktivisht ta shtrydhi veten atje. Të dashur miq, fatkeqësisht këto vështirësitë e jetës studentore mjekësore në Shqipëri e prekën edhe këtë podcast. Fatkeqësisht regjistrimi nga ana e Deas mbaroi për shkak se telefoni ishte i mbi ngarkuar me skripte dhe materiale universitare dhe shumë gjëra të bukura që u thanë u humbën. Kështu që shpresojnë të jeni kënaqur deri këtu dhe
do ta kemi ideja në të ardhmen me patjetër dhe do të diskutojmë përsëri ato gjërat e bukura që diskutuam gjatë kohës kur regjistrimi ishte ndërprer. Deri herën tjetër, ju ftoj të bëheni pjesë e Patreon Bucci Podcast, mund të na bëni donacione në PayPal, Buy Me a Coffee, mund të bëheni pjesë e YouTube Membership, Spotify for Podcaster Subscription, por më kryesore gjithmonë mbetet like, comment, share, subscribe, share. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.